të qenurit pjesë e një kompleksi, e një ndërmarrje të tillë, aq kompleksi si aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, duhet pas parasysh që ishte ndërmarrje publike me 100% aksionare qeveria e Kosovës dhe në momentin kur jeti në krye të një ndërmarrje publike do të kesh parasysh se ti ato që të ofrosh shërbime publike, njëkohësisht të ofrosh shërbim për qytetarët të cilët i shfrytëzojnë ato shërbime publike, njëkohësisht kesh kujdes për produktivitetin e punëtorëve dhe funksionimit të mirëfillt të atij kompleksi. Në anën tjetër të jesh edhe rentabil për shkak të qëndrueshmërisë të tij financiare dhe në fund të e dorëzosh tek partner turko-francez dhe sot e shohësh që nga 1.370.000 udhëtar që kemi lanë në vitin 2010, nëse kujtohem sakt, sot dikon flasim për 4 milion, apo rreth aty dikon 4 milion udhëtar për këto 15 vite, e tregon një zhvillim të jashtëzakonshëm. Dhe këtë zhvillim të jashtëzakonshëm, çka e shton peshën edhe më shumë? E shton peshën edhe më shumë sepse kur nalesh dhe i shikon të gjitha këto projektet kapitale me rëndësi të veçantë strategjike për vendin tonë që kanë ndodhur në këto 26-7 vite gati pas luftës, është prej projekteve të vetme të cilat është menaxhuar ashtu siç në mënyrën më të mirë të mundshme dhe në anën tjetër me zero investime nga vetë qeveria e vendit. Dhe kur kthehem prapa e shikoj, dhe si sot më kujtohet edhe momenti i parë i takimit, momenti i takimit të parë me kryeministrin e kohës në atëherë. Hashim Thaçi, po, kur më pyeti direkt, drejtor, çka mendon se çka duhet bëjmë me aeroportin, kom qenë shumë i drejtpërdrejt dhe i pa kompromis në çujtjen para të idesë, sepse aeroporti duhet sa më shpejt të shkon në një proces të koncesionimit, si i thonë më atëherë shkurt, dikur më vonë të një partneriteti publiko-privat, për shkak se vazhdimësia e funksionimit në formën e tij se si ishim atëherë në kujdesin e shtetit. Në kujdesin e shtetit. Përballim mbasi me praktika abuzive. Duhet pas parasysh mungesën e kulturës dhe traditës së funksionimit të mirëfillt të një qeverisje korporative apo një qeverisje të mirë korporative, ishte masë e qartë për mua si drejtor në atë kohë se çka mund të pritnim pas sa kohë. Dhe e gjitha ajo konkurrueshmëri në atë kohë, sepse ishte shumë interesant. Ishte kriza e vitit 2000, kriza e madhe botnore financiare 2008 që filloi me kredite e këqija në Amerikë, ku thujse 90% e aeroporteve ndërkombëtare kishin rënje në numër të fluturimeve, rënje në numër të pasagerëve. Ne ishim për aeroporteve të pakta, kujtoj së bashku me sigurimi aeroportin e Tiranës, atëherë që kishim ngritje të numrit të udhëtarëve. Dhe si rezultati i ngritjes të numrit të udhëtarëve, arritëm që të sjellim brenda edhe një numër të caktuar të aviokompanive me renome botnore. Faktikisht në vitin 2010 për herë parë ne sjellim EasyJet-in në Kosovë dhe ka qenë një prej faktorëve shumë të rëndësishëm në ngritjen dhe shtimin e vlerës së aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Për investitorët që asoj kohë, sepse kur përmeni EasyJet-in ne kemi pas në aeroport personalisht unë kam pas një qasje, por kjo qasje nuk ka qenë vetëm e imja, por ka qenë zbashku me partner të ndryshëm ndërkombëtar, sepse kemi pas bashkëpunim funksional të fuqishëm me partnerë ndërkombëtar të kohës atëherë. Në veçantë kemi pas këshilltar të cilët kanë qenë prezent në aeroport të paguar nga USAID apo nga qeveria amerikane. Ju bëhet gati thu produktin për them ashtu, që ta tregtoni sa më mirë në një proces të koncesionimit. Të koncesionimit dhe të jetë atraktiv. Të jetë atraktiv, këtu ishte edhe ideja dhe qëllimi dhe përveç që ishte interesi i sjelljes së këtyre aviokompanive me renome botnore të fluturonin në Prishtinë, atëherë si Kosovë ishim në fazën kritike apo fillestare të njohjes së shteteve, se kush po na ngjes, sa shtete po na njohin, e kemi pas kap dhe kemi pas luftu shumë në këtë drejtim të njohjes korporative të shtetit të Kosovës. Pse? Sepse nuk ishte punë e vogël që në atë kohë të heshe në hartën e përgjithshme të EasyJet-it. Dhe ishte luftë e madhe dhe ishin përpjekje kolosale, cilat normalisht pa mbështetjen e aksionarit në atë kohë, ku përmes komisionit ndërministror që ka qenë dhe në kohë kryetari atij komisionit ndërministror ishte Fatmir Limaj, i cili ka qenë shumë konstruktiv dhe i cili ka qenë shumë parimor në shtymjen e procesit tutje, mirë po mbi gjitha
duhet të ngrehim paralele në atë kohë pasi veç po I referohemi aeroportit. Ose një krahasim du ta marrim. Po, se kur kemi hyrë në proces të koncesionimit të aeroportit, ka fillu njëkohësisht edhe procesi I privatizimit të Post Telekomit të Kosovës atëherë, ku me edhe Posta e Kosovës është ndarë, po vetëm si Telekom I Kosovës më shku në privatizim dhe kanë filluar dy proceset si paralel. Krahas, po. Krahas. Aeroporti ndërkombëtar I Prishtinës pa sukses u koncesionua, erdhën partnerët turko-francez, është një për kontratave më të mira që ka mujt dikush ndonjëherë për me siguru dhe me 100% jam I bindur në ato. Megjithëse në atë kohë po përballeshit me kritika të ashpra. Po të Çfarë I thua atyre kritikëve? Po besoj vetë funksionimi I aeroportit sot në formën se si është mënyra e operimit, rritja e numrit të udhëtarëve është përgjigja më e mirë ndaj të gjithë atyre kritikëve. Shpeshherë është e dhimbshme që harrohen gjana dhe harrohen elementet kryesore dhe mund të harrohen ndoshta edhe njerëzit të cilët ishin në krye të këtyre institucioneve dhe normalisht shpeshherë ka ditë të ketë përballje në mes të aktorëve të ndryshëm si rezultat I kush ka përgjegjësi më shumë për mirë funksionimin e aeroportit në kohën e caktuar që po flasim, mirë po nga këndvështrimi I sotit del që është një projekt gjigant strategjik, pasqyre pare vendit ton kushdo që udhton për dhe nga aeroporti ndërkombëtar I Prishtinës dhe mbi gjitha nuk ka qenë lehtë me gjitha ato kritika të përballemi. Kishim dikon rreth 600 punëtorë. Dhe nuk ishte lehtë as pak që të bindeshin edhe vetë punëtorë që duhet të fillojmë edhe të mbarojmë një proces të koncesionimit, mirë po çështja e leadershipit të guximshëm të asaj kohe, mbështetja e madhe edhe e lartë e strukturave menaxhuese, bashkëpunim I mirëfillt dhe konstruktiv me sindikatat e punëtorëve, saqë erdhëm në një situatë ku vetë sindikalistët dolën publikisht dhe përkrahan procesin e koncesionimit, kur se harroj atë ditë u mori dikush nga këta konsulent ndërkombëtar tha çka është ndodhur në aeroport, nuk na ka rënë rasti në herë shohim që sindikatat dalin pro një procesi të koncesionimit apo hipotetikisht në thojza një gjysmë privatizimit të një kompleksi publik në vend.